Hak po zhvillohet procesi që është në fund të gjyqit pra për ish-krerët e UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Selimi, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Ditën e sotme ka filluar dëgjesa, fjala e fundit për të akuzuarit, por edhe prokurorisë, e cila në total ka kërkuar 180 vite burg për Thaçin dhe 3 të tjerët, nga 45 për secilin, duke akuzuar për krime lufte për 50 kampe të ndërtuara brenda Kosovës, mbi 100 vrasje, por edhe akuzat të tjera, të cilat pritet që në fund të jetë gjykata ajo që do të vendos për fajësinë e tyre apo jo. Po për të folur për gjithë procesin, kam kënaqësinë që të kem të ftuar zotin Shtengeca, ish kolonel me një kontribut mjaft të çmuar para luftës, por edhe pas saj në proceset demokratike të Kosovës, njohës mjaft i mirë në çështjeve të sigurisë. Zoti Gesaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje ju edhe televizionistëve tuaj. Faleminderit. Zoti Gesaj, çfarë menduat impakti parë pas kërkesës së prokurorisë nga 45 vite burg për secilin, ndërkohë që procesi po vazhdon, ende nuk e kemi dëgjuar fjalën e fundit të Thaçit dhe të tjerëve. Absurditeti me këtë gjykat ka filluar qysh në fillim të procesit të saj, të funksionimit të saj, mirë po një kërkesë kaq absurde nuk kam prit as prej prokurorisë, ndoshta për arsye se unë kam qenë vetë pjesë e këtyre proceseve të asaj kohe kur kanë vepruar këta burra për lirinë e vendit të tyre dhe duke i njohur rrethonat e asaj kohe, nuk përputhet asgjë me akuzat që i bën prokuroria këtij grupi, të cilin e quajnë grup i organizuar për kriminal, për krime të përbashkëta, gjë që nuk qëndron as pak në këtë aspekt, jo se jo, mirë po me vetë faktin që unë kam qenë pjesë e asaj kohe, siç e thash, dhe që i njoh proceset se si janë zhvilluar, sidomos kur flasim për këtë pjesën ushtarake, gjithsesi nuk mund të thuhet që ky grup ka pas ndonjë përgjegjësi spaku për sa i përket zinxhirit komandues, për shkak se proceset kanë qenë të tilla që kanë rrjedh gradualisht, kanë rrjedh shumë ngadalë dhe e tërë procedura kur përshkruhet në detaje se si themelohet një ushtri prej një guerilje e cila ka qenë guerilje mbi bazat të një aktiviteti vullnetar të qytetarëve në luftën për liri, atëherë është dilemë shumë e madhe dhe humb kredibiliteti i prokurorisë në këtë rast, për shkak se unë e di shumë mirë që grupet e hershme të cilat kanë vepruar në territorin e Kosovës për organizimin e një lufte, kanë qenë grupe të shpërndame fillimisht, po që motiv thjesht e kanë pas luftën për liri. Dhe kjo ka marrë një kohë si proces derisa ato janë bashkuar mes veti për të organizuar një luftë të përbashkët që më vonë u quajt dhe u themelu dhe u quajt Ushtria Qeverimtare e Kosovës. Po edhe pas atij vendimit të bashkimit, prap do një kohë shumë gjatë dhe kërkon në kuptimin kohor hapësinë të mjaftueshme, shkruajmja e krejt dokumentave, përgatitja e dokumentave, themelimi i strukturës, si do duket ajo strukturë ushtarake, kush kujt i jep përgjegjësi, cilat komanda duhet të ekzistojnë, dhe pastaj tek detyrat dhe përgjegjësitë për nivelet më të ulta, gjë që si proces merr shumë më tepër kohë se sa që ka zgjatë vetë lufta në Kosovë. Prandaj është edhe absurde të thuhet që ky ka qenë një grup i organizuar kriminal dhe mund të kërkohet përgjegjësi mbi bazat e zinxhirit komandues që veprohet në ushtri. Prandaj përgjigjen më të mirë për këtë çështje kanë dhënë edhe Wesley Clark si ushtarak i cili ka qenë pjesë në një farë mënyre ndjes se po ju ndërpres tek rasti i dëshmitarëve ndërkombëtar, kryeprokuroria edhe prokurori tha që nuk kanë pas informacion të mjaftueshëm, kanë qëndruar pak ditë, nuk dinin se ç'bëshe, nuk e njihnin gjuhën,
pra kishin një informacion të cunguar sipas tyre. Jo, kjo është e paqëndrueshme për shkak se ata nuk kanë nevojë ta dinë gjuhën e dikujt për të kuptuar se çka po ndodh aty. Dhe niveli i lartë siç është Wesley Clark dhe dëshmitarët tjerë nuk është ai niveli i cili qëndron në vendin e ngjarjes aty, por ka mekanizmat e vet që punojnë për të dhe të cilët e informojnë. Prandaj kjo është thjesht një pretekst për të thënë diçka para gjykatës, përndryshe nuk ka kurfar bazamenti, kurfar qëndrueshmërie në kuptimin as juridik dhe as logjik në fund fundit, sepse secili duhet ta di që komandantët e niveleve të larta nuk janë as në vijat e para të frontit, as nuk janë vazhdimisht në ato vende ku mund të ketë ngjarë diçka e papritur, ose aty ku ka qëndruar ta zënë komanda e UÇK-s ose drejtoria politike pjesës cilës... Pra atë që thotë Thaçi që nuk ka qenë në vijën e parë, po thjesht ka qenë drejtues politik larg vijës frontit. Zoti Thaçi fillimisht duhet këto ta themi më qartë, gjatë konstituimit të UÇK-s ka qenë pjesë e UÇK-s i armatosur sikur gjithë ne të tjerët, por me zhvillimet e matutjeshme, me ndarjen e detyrave, Zoti Thaçi ka kaluar në drejtorinë politike dhe natyrisht që ai nuk ka mujt me ardhur në vijat e para të frontit siç kanë qenë disa komandantë dhe luftëtarët, por ka qenë aty ku i është dhënë detyrë dhe i është nda një përgjegjësi e caktuar. Prandaj Zoti Thaçi edhe në kuptimin e urdhërdhënies dhe mbi bazat e zinxhirit komandues nuk ka përgjegjësi, sepse pjesa politike, pra drejtoria politike nuk jep urdhra. Ajo jep direktiva të përgjithshme, bën politika të përgjithshme, por nuk ndikon në urdhrat të cilat i marrin komandant, duke filluar prej shefit shtabit, i cili ishte përgjegjësi kryesor për UÇK-n dhe matutje. Dhe nëse kërkohet përgjegjësi komanduese për çështje të caktuara eventuale të supozuara të krimeve, atëherë kjo shkon prej nivelit të shefit shtabit apo komandantit të UÇK-s dhe të poshtë, dhe jo prej drejtorisë politike, sepse drejtoria politike nuk është pjesë e formacionit të armatosur ushtarak në kuptimin militar, por është thjesht segment politik. Po ju duket sikur edhe kryeprokuroria e largon, e distancon shtabin e përgjithshëm nga, siç thon ata, nga këta 4 individ, kur thot nuk bëhet fjalë për shtabin këtu, po vetëm për 4 individ. Këtu është edhe dilema dhe paqartësia në qëndrimet e prokurorisë, për shkak se nëse don të distancoj këta 4 individ nga shtabi, atëherë si mund të kërkohet përgjegjësi e bazuar mbi zinxhirin komandues. Këta nuk kanë fuqi komanduese dhe është thënë shumë qartë edhe gjatë kësaj gjykate. Shpesh edhe vendimet politike janë ndikuar prej komandantëve në terren, të cilët kanë pas një përgjegjësi atje dhe të cilët mbi faktet e gjendjes reale në terren kanë dhënë edhe këshilla dhe instruksione grupit i cili ka qenë në Rambuje dhe i cili përfundimisht ka marrë një vendim për çështjen e Kosovës. Prandaj edhe këtu shihet qartë që ky grup, i cili është këta 4 individ që i quajnë prokuroria tani, nuk janë ata që kanë qenë të lidhur drejt për drejt me zinxhirin komandues dhe që kanë pas përgjegjësi. Përgjegjësia e tyre është politike, jo ushtarake. Dhe kjo është dëshmuar edhe gjatë procesit, ku shpesh herë edhe dëshmitarët e kanë potencuar që komandantë e zonave dhe shefi i shtabit të UÇK-s ka pas një përgjegjësi të veçantë prej qëndrimeve politike të cilat janë marrë shpesh herë në nivelin politik të udhëheqjes së UÇK-s. Zoti Gezaj, mendoni që gjykata mund të marrë parasysh kërkesat e prokurorisë? Sot kryeprokuroria foli për prova shkencore, forenzikës, mas kaq vitesh, por mbi gjithë ajo që ne kemi parë që na ka bërë më shumë përshtypje në dëshmi, ka qenë dëshmitarët që kanë qenë të një niveli që vështirë që të merren konsiderat
si rasti ati që thoshte me Vollën Viçin apo një druvar që kishte informuar. Pra mundet që ky nivel pra të merret në konsiderat pavarësisht kërkesës së prokurorisë, okay, prokuroria organi akuzës për të ngritur akuzën është, po mund të merret konsiderat ky lloj niveli informimi? Unë besoj që gjykata do duhet të marrë një vendim të drejtë dhe korrekt dhe të mos bjerë prej kërkesave të prokurorisë, sepse prokuroria në fundit është organi ndjekjes dhe ajo e kryen punën e vet dhe detyrën e vet, por gjykatësi dhe gjykata është ajo e cila merr vendimin përfundimtar duke i përmbledh edhe akuzat, po edhe të dhënat nga mbrojtja dhe mbi bazën e kësaj sjell një përfundim i cili do duhet të ishte korrekt. Por në rastin e kësaj gjykate shumë çka është pa që më tepër e ka një ngjyrim politik se sa që vërtet ka një qëllim të sinqert për të çuar drejtësinë deri në vend, për shkak se e dim fare mirë se e gjitha filloi me shtëpinë e verdhë në Shqipëri, e cila u dëshmua që nuk ka ekzistuar kurrëherë. Pastaj edhe kemi këto dëshmi të dëshmitarëve, të cilat me një fjalë ndoshta mas paku të vrasht mund të them kanë qenë jo serioze, siç e përmend edhe ju, fjala për një veç, për një mal ose për hipoteza se këta kanë dashur ta bëjnë këtë dhe kanë pas këtë qëllim, gjë që këto janë vetëm supozime dhe nuk ka kurrë argumenti. Por fjala përfundimtare i mbetet gjykatës për të vepruar. Zoti Geza, ju bën përshtypje fakti që këta, siç i thot prokuroria Indivit, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, për veprimet që kanë bërë, nuk besoj që kanë qenë të gjithë në të njëjtin nivel edhe të gjithë kanë bërë të njëjtën gjë gjatë gjithë kësaj kohe, që për të gjithë të kërkohet i njëjti dënim. Pra, edhe në këtë rast ngrihen dyshime, pra, okay, ti kërkon dënim, po dënim të njëjtë për të gjithë, kur të gjithë nuk kanë pas të njëjta funksione si para, si pas luftës. Kjo si përmbledhje, pra një rrumbullakosje. Pikërisht kjo logjik faktikisht do të duhet i shërbej shumë gjykatës dhe të marr parasysh që një gjë e tillë nuk mund të ndodhë, sepse kurrëherë as në nivelin politik, as në nivelin e zinxhirit komandues ushtarak, përgjegjësitë nuk janë të njëjta. Prandaj nuk mund të kërkohet që të gjithë personat të dënohen me numër të njëjtë të viteve, siç është kërkuar në këtë rast nga prokuroria, por këtu shifet qartë që ka një përpelitje të prokurorisë që në këtë dështimin e përgjithshëm që e ka pësuar në këtë proces, ta mbuloj disi me kërkesa që edhe në këtë rast janë fare të pakuptimta dhe të palogjikshme, përveç se ndoshta për kahana juridike atje mund t'i vlerësoj dikush edhe më mirë. Mirë po edhe ne si laik në aspektin juridik e kuptojmë duke pasur parasysh edhe përvojat tona, edhe në këtë rast po flas si ushtarak, që në zinxhirin komandues përgjegjësia nuk bjen njësoj tek të gjithë. Ajo ndahet mbi peshën dhe përgjegjësinë që ka individi në atë hall të zinxhirit komandues. Prandaj kjo kërkesë është fare e palogjikshme dhe unë besoj që gjykata nuk do ta marrë parasysh një kërkesë të tillë. Po protesta e radhës është ajo marshimi në 17 shkurt. Si pritet që të mendoni që do të ketë ndonjë ndikim? Pra më ta ku e prisni ndikimin e saj? E prisni brenda në proces apo jashtë struktura ndërkombëtare, ndoshta politika amerikane? Unë besoj që në të dy drejtimet do të ketë një ndikim, për shkak se është më rëndësi që edhe gjykata ta kuptojë që populli i Kosovës qëndron pranë këtyne burrave që atje për 6 vite pothuajse tash në vitin e 6 po qëndrojnë padrejtësisht dhe po kërkohet që të dënohen për diçka që ne konsiderojmë se nuk ka ndodhur, për shkak se nuk kemi pa deri tani që ka ndodhur diçka dhe që ka mund të argumentohet si duhet nga ana e prokurorisë. Prandaj kjo protestë është e mirëseardhur dhe nuk është kjo presion ndaj drejtësisë, por në fakt është një farë ndihmese drejtësisë duke i dhënë të kuptojë drejtësia që
këta njerëz kanë lind prej këtij populli, kanë zhvilluar një luftë bashkë me popullin dhe atë luftë kanë fituar bashkërisht me popullin dhe ma vonë edhe me mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare, kështu që në qoftë se këta pas kanë bërë krime, atëherë është në pikpyetje edhe sinqeriteti i bashkisë ndërkombëtare dhe në këtë rast i NATO-s, e cila ka bombarduar Serbinë dhe trupat serbe në atë luftë në favor të vetë këtyre liderëve dhe popullit Kosovës. Prandaj edhe këtu shoh një palogjik dhe jo korrektësi dhe për këtë qëllim unë mendoj që kjo protestë është në interes të procesit, vetë procesit se ndihmon edhe gjykatën për të pasur, nuk është vetëm një palë që akuzon dhe mundohet me dëshmu këto krime, po është edhe palja tjetër e cila dëshmon që këta njerëz kanë luftuar për të mirën e vendit dhe kombit vet. Prandaj shfrytëzoj rastin që t'i ftoj qytetarët e Kosovës që masovikisht ta mbështesin këtë protestë, sepse është interes i vetë Kosovës, sepse me dënimin e këtyre personaliteteve në fakt i vihet një barë rënë edhe vetë shtetit të Kosovës. Ju përmendët shtetin, po Tirana me Prishtinën kanë bërë mjaftueshëm? Unë mendoj që janë bërë disa hapa të gabueshëm, po jo pse kanë pas qëllimin shumë të në rasteve, po flas duke menduar që mos t'i ndërhyjnë gjykatës dhe të mos i bëjnë presion qeveritë edhe në Tiranë edhe në Kosovë kanë nejtë pa ndërmarrë ndonjë hap në interes të një gjykimi sa më të drejtë, por unë kisha thënë që një përgjegjësi shumë më e madhe i përket qeverisë së Kosovës, e cila përveç se i ka qytetarë të saj këta që po akuzohen në Hagë atje, ka pas edhe obligim ligjor të përkujdeset për ta, qoftë në mbështetje financiare apo edhe mbështetje juridike në mënyrë që gjykata ta përfundoj punën sa më shpejt dhe në mënyrë sa më korrekte. Mirë, po në këtë drejtim shpeshherë vetëm sa kemi pa përkeqësim të gjendjes dhe situatës së të akuzuarve në Hagë atje, me disa veprime të papjekura dhe të ngutshme të qeverisë së Kosovës, e cila shpeshherë ka dalë edhe si pengesë në financimin e mbrojtjes së tyre, ani pse shpeshherë është munduar ta paraqes sikur çdo gjë po shkon në rregull, mirë po kemi edhe vendime që janë marrë në nivel qeveritar, të cilat kanë rezultuar drejt për drejt në pengesat për mbrojtjen e të akuzuarve në Hagë. Kolonel, kam një pyetje të fundit. Unë ju ndjek vazhdimisht në rrjetet sociale, analizat tuaja gjatë ftohta, pra pa emocione, duke përshkruar tamam realitetin ashtu sikur është përtej euforisë apo ngjyrimeve politike. E fundit ishte, në mos gaboj, për luftën që Serbia po bën brenda Kosovës, që ju theksonit. Pra, ndryshe nga që jemi mësuar, cili është rreziku që duhet kemë parasysh institucionet? Faktikisht, institucionet duhet të jenë shumë më serioze në thjesht respektimin e kushtetutës dhe ligje aktuale që i ka Kosova në dy drejtime. E para, gjuha politike e cila përdoret në opinion prej politikanëve duhet të ndryshojë rrënjësisht, sepse kjo po e krijon një terren shumë përshtatshëm për institucionet e sigurisë të Serbisë, që më pastaj të infiltrohen të individ të cilët pa vetdije janë prej këtyre shërbimeve, duke menduar se po i bojnë një shërbim dhe një favor politikës aktuale ose pozitës ose opozitës, dhe duke përdorur një gjuhë edhe linçuese edhe shumë të vrasht. Ky është një terren ku më pastaj shumë persona, individ, mund të infiltrohen me vetë dije, duke kesh përdor pastaj një grup tjetër i cili është më i madh dhe nuk e kupton që ka ra prej këtyre shërbimeve. Kjo është për sa i përket anës politike, kurse ana tjetër është për fat keq që institucionet fetare të cilat nga pakujdesia apo nga një qëllim i caktuar i individëve, jo i tërësisë, sepse duhet ta kemi të qartë
fetë si fe, ato kanë venin e vetë, janë të lejume edhe me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, por përmes individëve ka keq përdorime edhe aty ku sot kemi për fat keq një situatë kur besimtar të feve të ndryshme mbështesin edhe vetë Putinin duke e lartësuar atë si dike që u jep shumë të drejta feve në Rusi atje dhe se ta zonë këto ditë është përfol shumë në Kuranit të cilin e mon Putin në dorë dhe i cili flet për të drejtat e islamit në Rusi. Dhe për ma keq ka një ndikim të jashtëzakonshëm në islamin në Kosovë nga vllaznia muslimane e cila kontrollohet drejt për drejt edhe prej Putinit dhe prej vëllezërve Kadirov të cilët janë dora e djathtë e Putinit. Dhe vëllezërit Kadirov si musliman që janë dhe mbështesin Putinin në luftën e tij kundër Ukrainës, njëkohësisht përmes grupeve të ndryshme ndikojnë edhe tek shqiptarët në Perëndim dhe drejt për drejt në trojet shqiptare. E kanë shtrirë dorën, e kanë zgjatur deri këtu. Po, deri në Kosovë, Maqedoni dhe kudo ku ka shqiptar për rreth Shqipërisë. Dhe nëse i referohemi vetëm specifikës së Kosovës dhe i kthehemi një analizë se si ka fillu përhapja e këtij islami radikal, pra po flasim për një islam radikal, duket shumë qartë që në fillim të luftës ky ndikim shumë më i madh ka qenë në pjesën veriore të Kosovës para në Mitrovic, ku atje bashkia islame ka qenë e prekur bukur shumë dhe ndikur bukur shumë dhe krejt ky ndikim më pastaj ka shku duke u zgjeruar buzë kufirit me Serbin, duke përfshi Podujeven, pastaj duke përfshi Gjilanin si një qendër më e madhe dhe deri në Kaçanik. Dhe pse pikërisht kjo pjesë? Për shkak se ka qenë shumë e lehtë të depërtohet në këto pjesë, duke marrë parasysh edhe Kosovën lindore atje për shembull Bujanosë Medveç, ku ndikimi i shërbimeve serbe ka pas mundësi të jetë shumë më aktiv dhe të ndikojë tek disa individ, të cilët më pastaj e kanë përhapat ideologji, edhe më tutje një ideologji të cilën Kosova dhe Islami nuk e ka përjetuar në vitet e para luftës. Atëherë kemi pas një islam i cili ka qenë shumë racional, shumë kombëtar, kurse tani por na del gradualisht në sipërfaqe një islam i cili totalisht është antikombëtar dhe i cili çon ujë në mullinin e Serbisë dhe Rusisë të një pjesë të qytetarëve, ndoshta edhe pa vetdije, por të influencuar prej individëve që paguhen për këtë çështje. Dhe kur e përshkrua këtë brez kufitar të ndikimit në gjithë pjesën ku kufizohemi me Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut, duhet potencuar edhe këto, sepse atje shërbimet serbe të sigurisë bashkë me shërbimet maqedonase të sigurisë kanë bërë një punë edhe më të fuqishme në kuptim të ndikimit të islamit politik, ku shqiptarët sot në Maqedoni më shumë ndjehen vetëm si musliman se sa shqiptar të një përkatësie muslimane. Dhe kjo është një rrezik i madh të cilën institucionet shtetërore, jo vetëm këtu në Kosovë, po edhe në Shqipëri, në veçanti duhet ta marrin parasysh, për shkak se Prishtina dhe Tirana janë ato që më pastaj mund t'i ndihmojnë shqiptarët edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në pjesë tjera ku nuk kemi qasje vetëm ne si Kosovë. Zotë Gesa, të falenderoj shumë për bisedën edhe për analizën. Të jam mirënjohës shumë. Faleminderit juve, gjithë mirat.